Mirëmbrëma miq dhe teleshikues të News 24-s dhe specifikisht të emisionit ton ku me Anduena Allabanin, partnerin time në krim, neve kemi Prime-in e të mërkurës në orën 21 deri në 23:00. Jemi shumë të bekuar që na ndiqni neve, jemi shumë të bekuar që ju përcjellim lajmet në një mënyrë që nuk jeni mësuar në televizionet shqiptare, jo me këto akuza, stërakuza e gjitha me radhë. Bën një trajtim filozofik, po dhe politik çështjeve dhe jemi në mes të një vargu krimesh, korrupsioni, arrestimi e të gjitha me radhë. Kështu që përpos faktit që kemi kënaqësinë që jemi me juve çdo të mërkurë në orën 21, nuk kemi asnjë lloj kënaqësie tjetër se jetojmë në një Shqipëri e cila e nesërmja nuk është aq e sigurt. Para se të fillojmë me të ftuarin ton, zotin Avenir Pega, cilin e respektojnë shumë për dijet që ka, duam të bëjmë një, si thua, një homazh, le ta quajmë homazh për 3 dhjetorin, e cila është dita ndërkombëtare e njerëzve me aftësi të kufizuara. Personalisht kam pasur në kursin tim në Fakultetin e Shkencave Sociale 3 djem të verbër që në lindje, të cilët i përshëndes, dhe Elmedinën, një mikeshën time, e cila po prap është me aftësi të kufizuara. Por këta janë njerëzit që për mua janë më të lirët dhe kanë super aftësi dhe janë super heronj, sepse çdo ditë rriten dhe punojnë me 200% kapacitet. Kjo është një thirrje për politikanët, për politikën shqiptare, të cilët duhet bëjnë më shumë për këta lloj persona, sepse nuk janë ndryshe nga neve, thjesht kanë disa aftësi ndryshe, ndoshta edhe më të mirë se sa vetë neve që quhemi normal. Kjo është homazhi për ata të cilët lihen për herë në harres. Anduena, si të du kjo java, se fillojmë me zhvillime kështu? Java më bëm se java që lëm pas. Po pse bëm? Sepse zhvillimet këtu nuk të lënë pa prekur politikën, aktualitetin, krimin, drejtësinë. Çdo lloj fushë është e prekur, por kemi edhe, unë them që sot ndalim tek një nga zhvillimet më intriguese që po ndodh në skenën politike, që është një lëvizje e brendshme brenda Partisë Demokratike, ku thuhet se po formëzohet një grupim i ri, me ritme të shpejta, me ambicie të qarta për ripozicionim. Dhe me thënë drejtën, pyetja që po qarkullon lirshëm në ditët në radhë është që a jemi dëshmitar të një skenari të ri, apo të thjesht një riformatimi të vjetër politik? Po pse mendon ti për shembull që këto lloj ngjarjesh në brenda PD-s përbëjnë lajm, sepse ka 4 vjet që Partia Demokratike prodhon lajme, po nuk prodhon lajme në luftën kundër Ramës. Partia Demokratike prodhon lajme në luftën e brendshme. Po tani, po kështu, ore, çdo gjë ka një cikël. Mbase ky është momenti ku ne duhet shohim që një lëvizje e re, me emra të rinj, që ne i njohim, se kanë dhe një background politik, a do jenë këta pikërisht nismëtarë të një opozite të re? Por unë, me thënë drejton, e shikoj që ka një lëvizje, ka grupime të reja, ka ambicie, shumë pikpyetje për drejtimin e vërtet këtë partisë, dhe pyetja që sot demokratët ndajnë është që po shohim një riformatim të natyrshëm brenda PD-s apo një skenar të kontrolluar deri në detaje. Dhe më thelbësorja e gjithave këtyre është që apo ndodh diçka e rëndësishme në PD pa bekimin e zotit Berisha? Në studio me ne, se unë dua ta prezantoj, është një nga njerëzit që jo vetëm i njeh këto situata nga brenda, këto lëvizje, por shpesh i lexon para se të ndodhin. Është ekspert sigurie, një njerëz shumë i dashur për ekranin, një nga këshilltarët më të afërm të doktor Berishës, Avenir Peka, mirëmbrëma, i cili rrallë flet, por kur flet ama i shpjegon politikën pa filtra. Faleminderit. Mirë na erdhe. Nuk e di domethënë është mirë tani të jesh këshilltari të kesh qenë këshilltari i doktor Berishës apo jo, por në spektrin tim, duke punuar me një person i cili është shumë kal pune, le të themi, është një ndez motorët e punës, punon me super fuqi, mendoj se përpos gjithë problemeve politike që ka PD-ja brenda, besoj se është një atribut shumë i madh kesh punuar me doktor Berishën nga afër. Këshëm bashkëpunëtor i afërt, besoj. Unë e kam konsideruar gjithmonë dhe vazhdoj ta konsideroj si një nga pikat më të larta në aspektin
profesional dhe në aspektin personal. Bashkëpunimi me të dhe jo vetëm që s'kam pikpyetje, po është tash edhe njerë. Shoh me krenari momentin kur qeverisjen e Partisë Demokratike kam shërbyer pranë tij në funksionet të ndryshme. Është moment që unë e shoh me krenari. Vanier, është thjesht një lëvizje, është një nisëm bazë reale, është një lëvizje që doktor Berisha e ka kontrolluar që në gjines? Ose le të themi e ka menaxhuar që në start? Do të bëjmë një analizë cinike militanteske, apo do bëjmë një analizë? Unë dua analizat që t'ja shpjegojnë dhe shqiptarëve dhe japim pak kulturën e analizës, sepse shpesh herë opinionin personale ngatrojnë me analizë. Analiza është skenari 1, skenari 2, skenari 3, dhe pastaj japim se cili versionin, se cili është më i besueshëm për neve. Fakti që sot flitet për Partinë Demokratike do të thotë që një parti që ka humbur zgjedhjet për të herë të katërt dhe që mediat pranë qeverisë janë munduar në këto muaj ta trajtojnë si një parti e vdekur ose e mbaruar, do të thotë që s'është e mbaruar. Po. Një parti në opozit që ka kaluar nëpërmjet këtij kalvari, sidomos 4 vitësh në fundit, që vazhdon të prodhoj lajme, por lajme prodhon kur tërheq vëmendjen, dhe tërheqjen vëmendjes tregon kur tërheqja vëmendjes ndodh kur ka interes. Po. Pra që ngjall interes, do të thotë që nuk është ajo partia demokratike që janë munduar të na shesin deri tani. Dhe gjithçka që ndodh aty, unë shikoj me pozitivitet jashtëzakonisht të madh. Pse? Kur shikon lëvizjet e Partinë Demokratike, duhet të shikosh në kontekstin jo vetëm të Partisë Demokratike, jo vetëm të opozitarizmit, por edhe në kontekstin më gjerë. Më thuaj nga 2013 deri më sot, çfarë lëvizje e tillë ka ndodhur, ose çfarë do lloj lëvizje e brendshme ka ndodhur në Partinë Socialiste? Në Partia Socialiste e ka vetëm në spektrin tim vetëm emrin juridik mund ta ketë parti, sepse ajo është një sinagog e një besimi ramesk, le ta quajmë. Jo, nuk është besim ramesk. Besim ramesk ose sekt. Unë besoj që vetë katarsis. Jo, nuk është. Ata bëjnë një vetë pastrim të figurave brenda. Nuk është sekt. Sekt krijohet nga dikush që e adhuron. Edi Rama nuk e adhuron kush. Raporti që ka Edi Rama me strukturat e veta është një raport që nuk lidhet me politikën. Është një raport që lidhet me një mënyrë e menaxhimit të Partisë Socialiste dhe qeverisë vetvete, është e njëjta mënyrë që bën grupet e strukturave kriminale, grupet mafioze. Midis ndarjes profitimeve, shantazheve dhe presioneve. Dhe janë shantazhet e presionet është shpërndarja e profitimeve të paligjshme. Ajo çfarë i mban lidhur ata dhe nuk i bën dot të dalin jashtë vathës Partisë Socialiste. Dhe është ajo çfarë i bën Partinë Socialiste, këdo aty, që të shohin se çfarë ndodh me qeverisjen e tyre, të shohin se çfarë bëjnë këta që janë në ekran, dhe të mos ngrenë zërin, bën pjesë të keqes, edhe ata që mund të mos jenë të përfshirë drejt për drejti, sepse është pjesa e santazhit. Po. Në Partinë Socialiste po i dole kundër kryetarit, nuk e di se çfarë ndodh edhe fizikisht me ty. Po në Partinë Demokratike, mund të ngrihet dikush, të fuqizohet, krijojë një pol, pa pasur miratimin e zotit Berisha? Ajo çfarë kemi parë në 4 vjet të Partisë Demokratike, përveç se një luftë të brendshme, kemi parë në një këndvështrim edhe mrekullinë e të bërit politik në parti politike. Pse? Në 4 vjet ne kemi parë një luftë të jashtëzakonshme. Kemi parë foltorën, që për mua ka qenë në 35 vjet aktivizim politik me Partinë Demokratike, që kur kam qenë Kalama, ka qenë periudha më emocionale pjesa e foltorës. Ne bashkëndajmë të mendim. Sepse filloi si një lëvizje përpjekje për ta shpërtuar Partinë Demokratike, një parti e djathtë, e cila, konservatore, e cila ishte partia vetme që kishte rrëzuar komunizmin e Europën lindore që ishte akoma në fuqi. Dhe prandaj ishte në sulm të jashtëzakonshëm edhe nga brenda, por edhe nga e majta globale. Dhe përpjekja për ta shpëtuar Partinë Demokratike ka qenë një përpjekje kolosale, sepse
Më kujtohet në mitingun e takimin e stadiumin që Malstavat e 11 dhjetorit 2021, ishim vetëm ne dhe Zoti. Atë ditë me shi, kemi qenë vetëm ne dhe Zoti. Kishim gjithë botën kundër, kishim gjithë shka kundër. Kishim politikën, kishim diplomacinë, kishim qeverinë, kishim mafjen, kishim gjithë shka kishim kundër. Dhe arritëm dhe e rikëthyrëm dhe kryum një lëvizje që për mua do ngelet në analet e historisë dhe do studiohet në politologji dhe në shkencët politike. Kjo nuk ndodhë tek Partia Socialiste. Dhe fakti që në Partinë Demokratike ka zëra lëvizje që dalin, përbën lajme dhe thotë, që po ndodhë, do të thotë që njerëzit duke parë nga ana tjetër që s'ndodh asgjë, do të thonë është kthyer një batak. Duket që çudi e madhe se çfarë po ndodh. Në fakt, ajo çfarë po ndodh Partinë Demokratike është gjë më normale që ndodh në parti politike. Ajo çfarë ndodh Partinë Socialiste nuk është gjë normale që ndodh në ka ndodhur në vitet 90 në Partinë Socialiste. Nuk ndodh më, në kohën e Nanos së Etmetës ka ndodhur, nuk ndodh më. Pse? Sepse është transformuar Partia Socialiste nga një parti politike në një strukturë semi-mafioze. Partia Demokratike është ndryshe. Partia Demokratike ka problemet e veta sigurisht, por fakti që ka një betejë të brendshme të vazhdueshme politike, do të thotë që ka energji që nuk shterojnë asnjëherë. Dalin energji të reja, dalin lëvizje, dalin njerëz, vinë ca, ikin ca, prap ka, qarkullon. Edhe kjo është dinamika, kjo do të thotë që është parti që jeton. Ajo tjetër është parti që ka vdek. Dhe nëse unë do bëja një bast, në 6 muaj, nga sot, ne do shikojmë një 180 gradë situatë ndryshe. Do shikojmë një parti socialiste që shkatërrohet për të mos u ngritur më, fundi tranzicionit parti politike, dhe nëse menaxhohet mirë situata në opozit, do shohim një parti demokratike që do plotësoj misionin që nisi me 2021, një parti të re që bëhet gati, jo që vetëm nuk shuhet, por një parti që e rigjeneron veten dhe bëhet gati dhe për 20-30 vite të ardhshme. Nuk e di a keni lexuar librin e Nasim Taleb. Jo, nuk e kam lexuar, po do të Nasim Taleb. Antifragiliteti quhet. Antifragiliteti. Shnojnë edhe juve dashurmise si e shpjegon ai antifragilitetin? Fragiliteti është pjesa e dobët e delikate, që thyet, gota, që thyet. Antifragiliteti nuk është gjëja e fortë. Antifragiliteti është situata kur gjën e dobët e përdor në avantazhin tënd. Në rastin e Partisë Demokratike, nga 2021 deri në zgjedhjet e 2025 kemi qenë në periudhën e mbijetesës. Pra kemi qenë atë periudhën e jo antifragilitetit, por në periudhën fragilitet ekstrem. Jo vetëm fragilitet ekstrem, por kemi qenë në periudhën e, po themi, në fazën e mbijetesës, e cila tani ka kaluar në fazën e antifragilitetit, që do thotë në fazën kur dobësitë që ke ose delikatesën, fragilitetin që ke, e kthen në avantazhin tënd.